U fshehën në tualet për 27 orë dhe pamfinalen e Ligës së Kampionëve falas. Plani i çmendur i dy tiktokerëve, dy belg të njohur në rrjetin social TikTok, kaluan 27 orë të mbyllur në tualetin e stadiumit Allianz Arena fundjavën e kaluar për të parë falas finalen e Ligës së Kampionëve. Fitoren e Paris Saint-Germain ndaj Interit me rezultatin 5-0 dhe fitoren e titullit parë europian në historinë e tyre. Por ndryshe nga 10 mijëra tifozë të tjerë, Neil dhe Sen nuk paguan për biletat e tyre. Në vend të kësaj, ata u fshehën në tualetin e stadiumit Allianz Arena në Munich për ta parë ndeshjen falas. Dyshja hyri fshehurazi në ambientet e stadiumit të Munichut, pastaj u mbyll në tualet. Ata ngjitën me shirit ngjitës në derë një tabel nuk është në përdorim, të cilën e kishin bërë vetë në mënyrë që stafi i stadiumit të mos e përdorte. Ata kanë kaluar aty 27 orë duke u përpjekur të ruanin qetësinë që askush të mos e merrte vesh. Plani i tyre në fund dha fryte. Ne kishim një çantë shpine plot me ushqime të lehta dhe luanim lojra në telefonat tonë për të kaluar kohën. Dritat ishin vazhdimisht ndezur dhe ulset ishin të pakëndshme, kështu që gjumi ishte pothuajse i pamundur. Ishte një sfidë e vështirë, si fizikisht ashtu edhe mendërisht, kanë deklaruar ata. Sapo dëgjuan se tifozët kishin mbushur stadiumin dhe filluan të përdornin tualetet, vendosën të dilnin nga vendi i tyre i fshehjes. Ata kaluan sigurimin pas një problem dhe ju afruan grupit prej 86.000 tifozësh që po shikonin ndeshjen drejt për drejt në Allianz Arena. Të dy ata rastësisht ishin në sektorin me tifozët më të zjarrt të Paris Saint-Germain dhe meqense rezultati shkoi pikërisht në anën e asaj skuadre, ata e kaluan shumë mirë. Ndërkohë tifozët që hyn me mjete konvencionale paguan midis 90 dhe 950 euro për biletat e tyre.